membrat e policisë Kosovës që shërbejnë në territorin tonë. Çdo qytetar që vendos të vizitojë Shqipërinë, sjell me vete bashkë me pritshmëritë për më shumë siguri, për qetësi dhe padyshim këtu një peshë e madhe i takon pikërisht autoriteteve policore, policisë së shtetit, po ashtu edhe policisë së Kosovës, e cila bashku me homologët shqiptar patrullojnë në Shëngjin, ku ne dhe ndodhemi këtu, pikërisht për të garantuar një sezon sa më të qetë dhe të sigurt për të gjithë qytetarët që vizitojnë Shëngjinin gjatë sezonit turistik, ku i bashkohemi dhe apelit të drejtorit përgjithshëm të policisë së shtetit për të respektuar masat dhe rregullat e kodit rrugor, pasi sigurisht policia e shtetit është e pikëruar të garantojë edhe parandalimin e ngjarjeve të rrota dhe sigurisht parandalimi kërkon së pari ndërgjegjësim të gjithë sekujt, por padyshim për ta siguruar atë kërkon dhe masa administrative deri në heqjen e licencës e drejtimit për personat të cilët në mënyrë të parregullt dhe të përsëritur shkelin normat e kodit rrugor dhe për të duke rrezikuar kështu jo vetëm veten e tyre, personat që udhtojnë bashkë me ta, por edhe personat e tjerë të cilët qëllojnë që fati t'i sjellë pranë një rrugë me beta. Kemi riçikuar në fakt dhe udhëzime e përbashkët, së bashku me kolegen e Ministrisë së Shëndetësisë dhe Mbikëqyrjes Sociale dhe kolegun e Ministrisë së Mjedisit, ku me hyrje në fuqi, normat e reja për zhurmat janë të detyrueshme si për subjektet private, pra në kryesisht lokale, po bare, miqbare e tjerë. Dhe nga ana tjetër kjo është e detyrueshme edhe për policinë e shtetit, e cila duhet të garantojë përmes pajisjeve për madjen e zhurmave që ky udhëzim zbatohet nga gjithë secili prej subjekteve. Le ta bëjmë që edhe ky viti 2026 të jetë viti më i suksesshëm i sezonit turistik në Shqipëri, ku Shqipëria edhe një herë të jetë një vend tërheqjes, por mbi gjitha ku çdo turist që viziton Shqipërinë të ndahet vetëse me kujtimet të bukura për sezonin që la pas. Shumë Nderuar ministër, të nderuar kolegë Kosovës, të nderuar kolegë, jemi sot në Shëngjin në kuadër të promovimit të masave për sezonin turistik që ka marrë policia e shtetit të gjithë votën, por aq më tepër edhe në zonën e plazhit të Shëngjinit dhe të gjithë atraksioneve që ka qarku Lezhë. Falenderoj punonjësit e policisë Kosovës që i bashkangjiten policisë shqiptare për ndihmën në veprimet e tyre policore gjatë aktivitetit tonë. Është kënaqësi që t'i falenderoj ata dhe gjithë punonjësit e tjerë që me përkushtim, me sakrificë, me angazhim shërbejnë në këtë qark. Gjithë punonjësit e policisë mbrojnë me orë të zgjatura dhe unë e kuptoj lodhjen, vështirësinë që ata hasin ditës dhe në angazhimin e tyre. Siguroj çdo qytetar, pushuesve të Kosovës, por edhe pushuesit në gjithë Shqipërinë që po shërbimet e policisë që do jenë vendimtare në veprimet e tyre, në përkujdesjen dhe në angazhimin që ata kanë në të mirë të pushuesve dhe komunitetit. Është vërtet një sakrificë që këta bëjnë çdo ditë për t'u ardhur në ndihmë gjithë pushuesve që kemi. Shërbimet e qarkullimit rrugor, po vetëm me mjetet teknologjike gjatë fundjavës janë vendosur 357 gjoba për të kalim shpejtësie, ku ato varionin nga 150 deri mbi 200 km/h, dhe këtu gjej rastin të bëjë dhe një thirrje të gjithë përdoruesve të rrugës që të respektojnë rregullat e qarkullimit rrugor, pasi këto shkelje të mëdha të shpejtësisë bëjnë që edhe të kemi raste aksidente shpatale. Prandaj shërbimet e qarkullimit rrugor edhe në këtë aks do jenë përveç se prezent me mjetet inteligjente dhe me mjetet që ne përdorim, por do jenë efektive edhe në pikat kryesore në të cilat ka fluks të shtuar qarkullimit dhe në pikat e rrezikut ku ne kemi aksidente rrugore. Njëkohësisht, problematik tjetër që është ndjekur me shumë vëmendje nga drejtoria e qarkut ka qenë ndotja akustike, ku si rezultat i saj janë bërë matje të vazhdueshme, të herpasershme dhe deri tani nuk janë konstatuar probleme të mëdha, por gjithsesi kjo do jemi vëmendje të shtuar dhe të përditshme nga gjithë këto shërbime. Edhe një herë falenderoj gjithë strukturat që angazhohen për ditë, falenderoj gjithë punonjësit e policisë që i kemi këtu prezent, por dhe ata që s'janë, për të ofruar siguri, ndihmë dhe sjellje me etik për të gjithë pushuesit dhe
të gjithë komunitetin që kemi këtu. Ju falemnderoj.